Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë video. Sot çuna do bëjmë një video me FC Mobile. Dhe do ju tregoj eventin e ri që ka dalë dhe do lozim head to head. Dhe ja kur hym në FIFA, do ju tregoj ekipin që jam 23 overall. Dhe ju mos harroni të bëni like, subscribe për më shumë video. Dhe kjo është ekipi im. Dhe kam për të heq këtë Red Bull këtë këtu. Mesin do vej prap në vend vet ku ishte dhe do marr një shot të tjetër. Atëra. Do ju them do çfarë mund të marr. Të shumë këtu ke players këtu. Të vejmë sot të. Okay. Dhe nesër çuna do keni prap video, po nuk e di me FC apo gjë tjetër. Dhe do ju tregoj se çfarë lojtare kam për të marrë. Okay. Atëherë. Të shohim spor ose 190, ose 180. Okay. Unë du të marrë Harry Kane. Ja, këtu. Ose Ousmane Dembele. Do bëj një video, votoni ç'fin të marr Ousmane Dembele apo Harry Kane. Unë kam shif Harry Kane, po Dembele më mirë, më fort. Okay. Dhe mos u mbasim kohë të shkojmë të shohim eventin e ri. Kjo tournamenti, jo. Record holders. Record holders. Atëra. Kjo është faqe e parë që mund të merrni këtë lojtarin. Për çfarë mund ta marrim këtë? Kjo është. Okay. Prap, atëra. Këtu është kjo pasi, sa pasi. Do të plotësojmë këto që të marrim atë të fund. Pakën e fundit janë 2 drafta. Okay. Vështirë. Shumë prap të record holders. Dhe në record training janë trajnime që mund të bash, që duhet bash. Që unë di filloj sot ka eventi. Okay, këto janë. Më të marrë 300 diamante. Këto janë reklamat. Këto më të marrësh. Dhe këto janë trajnimet për bë. Okay. Dhe mos u basim kohë. Nuk do bëjmë në head-to-head këtë herë. Luajmë do bëjmë ke liga. Dhe do bëjmë ke liga Ilirian Elite, nuk është liga ime. Dhe çfarë kam humbur? Shikoni se huma 5-0 kundër Lionit 125. Okay. Ja çon ftesën tonë në ligë. Nëse nuk e pranon të bëjmë lojë në head-to-head. Ta vëllim këtë video. Okay, pranon Omer. Pas emër. Omer 07 është pronari i ligës, kjo nuk është 10 shoku i Omer, nuk e di. Okay, kjo është 123 overall. Që ka më fort se mua, se shifët. Unë jam 122, kundërshtari është 122. Edhe jam në 1 overall. Dhe nëse shihni shumë këtë video, më thoni poshtë në komente kush mendoni ju se fiton kupën e botës. Për mua fiton Anglia, po këtu në FIFA ka marrë këtë Gjermani, sa më qef si kombëtare. Okay, nuk ishte këtë keq, mirë ishte. Okay. Luis Diaz, pasoj ke Messi. Messi pason ke Kimmich. Taiwan. Zemri.
Kimmich, një pasim ke Szoboszlai. Mos, nuk e pasoj. Prap. Do e marrim tokën. Pasa Foden. Kukur, jo, Matias Cunha. Ok, Messi përpara. Ok. Se boja I gjo këtu edhe tash pa vën. Ok, Luis Diaz. Pasim ke Messi. Ok. Çfarë ishte kjo? Ok. Saliba. Dhe hongëm gol, për nuk tregova dose për isha dy pirë pak ujë. Ok. Hazard e pason ke kush ishte ai? Foden përpara. Foden një power shoot dhe pret kobel. Ok. Një gjytje dhe mbaron pjesa parë. 1-0 kundërshtarin. Ju mos harroni të bëni like, subscribe, të shkojmë sa më shpejt 100 suba. Do ketë një video shumë të bukur kur të shkojmë 100 subscribers. Më gojnë dhe 10. Jo. Po, 10. Edhe 10 subscribers më gojnë për shkuar 100. Ok. Më ndeshën Foden me driblimet. Që po bukur. Ok. Luis Diaz e pason ke Messi. Një pasim ke Taiwan që ka. Se më kuptua si emri të tion. Po do ikë dhe pak, do ikë në ekipje dhe hon gol në 2. Hon gol në 2. Ok. Messi aty. Tajvin e paska. Çupat. Ok. Kimmich. Pason ke Lionel Messi. Me një power shoot dhe pret Safonov. Kjo është ekipi, Ok. Roberto Carlos. E kap Marquinhos topin aty. Dhe duhet të thoj edhe 14 drafta kam të siguruar dhe një lojtar të grupit A, Paul Aja. Dhe shumë se çfarë lojtari të më qelloj, shpresoj shumë në sulmos ose në mbret, se me sfushën e ka plotësu. Ok, Foden e kap topin Kimmich aty. Një pasim aty ke Luis Diaz dhe nuk e godet mirë topin. Që dhe në këta, se dhe jemi të fort. Jo dhe shumë, po, that's mo. Ok, qoj jashtë, dhe dajmë pak attacking. Dhe e mbaroj ndeshja. Mos harroni të bëni like, subscribe, si që thash. Dhe fshim në video radhës. Bye bye.